Një ekspozitë në grafik dhe skulpturë është hapur në ambientin e Galerisë së Artëve në Shkodër. Ekspozita vjen nga dy autorët tjerë, Arbeni Koliçi dhe Eduard Meço. Ekspozita sjell një numër të konsiderueshëm veprash në grafik dhe skulpturë, e pasur në gjuhë estetike dhe e kuruar me shumë delikatesë. Ne I kemi hapur hapësirat e galerisë për autorë në qytete të ndryshme dhe të mediumeve sa më të shumë llojta. Dhe kjo herë, kjo risi e ky kombinim mes grafikës dhe skulpturës pikërisht nga që nuk është I zakonshëm, ishte edhe interesant. Plus që dhe ngarkesa punëve, për hyrës vërtet, autorët e kanë quajtur eter, por ka një qasje shumë konkrete. Unë eksploroj artin e grafikës së shtypur kryesisht, por edhe pikturën e krijuar nëpërmjet klishes së ksilografisë. Pra, skulpturoj në thonjza gdhëndë drurin edhe e pikturoj në vaj atë. Është një cikël që unë kam sjell në qytetin e Shkodrës duke shpresuar se do kem një përballje të mirë me një publik që është I spikatur nga pikpamja e kulturës dhe artit pa marrë në veçanti. Përballja tjetër është, siç e kemi quajtur dhe vet versus grafika ime me skulpturën e Eduard Meços. Një përballje që menduam se më mirë se në Shkodër nuk mund të bëj. Dhe është e para që neve promovojmë si cikël ekspozimesh. Janë rreth 20 punime, të cilat përfshin një cikël që titullohet Tingulli dhe forma. Janë vëllime skulpturale të cilat e marrin inspirimin nga veglat muzikore edhe nga folku kryesisht, të cilat mundohen të kthehen pastaj në vëllime si shtash skulpturale, kryesisht për të dimensionuar si skulptura parku. Materialet që unë kam përzgjedhur kryesisht janë materialet e forta, siç është druri edhe guri. Ekspozita do qëndrojë hapur deri më 24 prill.